Kolonel Pëllum Zaimi, ish punonjës shkencor dhe ish pedagog në Akademinë Ushtarake, hedh dritë mbi vlerën reale monetare të sektorit të mbrojtjes shqiptare në vitet 80, duke cilësuar atë si një pasuri kolosale që sot mbetet e paqartë në fatin e saj. Sipas tij, deri në vitin 1990, ushtria shqiptare zotëronte një arsenal të jashtëzakonshëm, jo vetëm në sasi, por edhe në vlerë financiare. Vetëm asetet e shitshme kapnin shifra marramendëse, ndërsa nëse përfshihen objektet e palëvizshme dhe territoret ushtarake, vlera totale rritej ndjeshëm. Zaimi, i cili ka shërbyer si ekspert analizash ushtarake, komandant batalioni dhe më pas në drejtimin e forcave ajrore, shprehet se ushtria notonte mbi pasuri. Ai vlerëson se asetet e saj, të administruara sipas ligjit, do të kishin qenë të mjaftueshme për të garantuar paga dinjitoze për ushtarakët aktiv, rezervistët dhe pensionistët për shumë vite, pa ndjer asnjë krizë financiare. Sipas tij, ushtria e viteve 90 kishte një arsenal të jashtëzakonshëm armësh, municionesh, karburanti, ushqimesh dhe veshmbathjeje. Vetëm nga shitja e rregullt e këtyre aseteve, buxheti i shtetit mund të furnizohej çdo vit me qindra milion dollar. Zaimi pohon se vlera totale e pasurisë ushtarake arrinte deri në 130 miliard dollar, përfshir objektet dhe territoret. Ai thekson se vetëm municioni, i importuar dhe i prodhuar në vend, i sistemuar në qindra depo e tunele, vlerësoi rreth 65 miliard dollar. Po ashtu ushtria dispononte qindra avion, tanke, mjete të blinduara, artilleri të rënd, forca detare me anije luftarake, si dhe uzina ushtarake me teknologji moderne. Sipas kolonelit, pas vitit 1997, një pjesë e madhe e këtyre pasurive dhe dokumentacionit u asgjësuan, duke lënë pa përgjegjësi atë që ai e quan një nga abuzimet më të mëdha me pasurinë publike në historinë e vendit.